Një biznes në afërsi të Golemit në Lushnjë ka rënë prej grabitjes gjatë orëve të natës. Mësohet se në një biznes thertore kanë hyrë disa persona dhe kanë vjedhur kasafortën, si dhe kanë marrë një nga furgonat e kompanisë për ta transportuar dhe larguar nga vendngjarja. Gjatë largimit në nxitim, hajdutët kanë gabuar dhe kanë dalë nga rruga me makinën që po kryenin vjedhjen dhe kanë rënë në kanalin kullues. Policia në vendngjarje ka kryer ekspertizën dhe ka dokumentuar provat që mund të çojnë në gjetjen dhe kapjen e autorëve. Gjithashtu në zonë, po merren edhe pamjet filmike nga kamerat e sigurisë së bizneseve për të gjetur dhe për të zbardhur dinamikën e ngjarjes, si dhe për të zbuluar se me çfarë mjeti shkuan autorët për të kryer vjedhjen. Pasi furgoni me të cilin po largoheshin ka rënë në kanal në dalje të fshatit Golemi Vogël drejt autostradës, autorët janë larguar me një tjetër mjet dhe sipas burimeve nga policia kanë dalë në autostradën Lushnjë-Rogozhin. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.